subhanallah. Unë mitën mileti, gjemati, shok, ta krabat, disa të vetën, në këtë Ramazan, është koha e zëqatit, është koha e fitrës, o hoq, a bën me avon motrës fitrët. O hoq, a bën me avon motrës fitrët. O hoq, a bën me avon motra të i disë një shpi dhondre, a bën sot motrës, me avondrit me avona. E kam një dhondrë, a i dhondrë atoni, joti është e i babës tanë është. Jo, vëllaj, është i babës. Burmotre e kam. Zeqatin që një shtëpi duhet a bën me para zeqatit me ndërtu. Po ti kur kije parë mër vëlla me dhon zeqat. Po motrës më jepja hakin, jepja hisën që i takon asaj. Jo zeqatin. Ti do ta mashtresh me çat zeqat motrën. Ti do që marrësh mend asaj me çat zeqat. Me çata fitrët, gjap fitrët. O musliman bre. O dashamir. O insan. O besimtar. Monitorizat Zotit se shkon poshtë bre. Shkon poshtë. Ja ka hangër hisën motrës, nuk ja jep motrës hakun, tokës e çbijes e gjithë shka kalon baba dhe ka shku, kur vën po se ka shku kara, është martu dikun të një fukara i ngrati, shka të bojnë, qa ka pasën, edhe ta shka të bojnë, që me i dal hakësh motrës, a bën aga hoq me avon zeqatin. Pasha Zotin, mos bre. Jepja hisën be motrës. Jepja ti bës i kije pare me dhon zeqat. Jepi mori motrës se pi një nane jeni. Pi një babe mori jeni. Një familje mori jeni. Akraba jeni. Jeni dishka gjak jeni. Një fes jeni. Një babës jeni. Edhe një nanës. Pi një nana keni dalë të ditë.